para një periudhe njënën prej vizitave ndërkombëtare që kisha bashkë me presidentin Clinton, para diku ma shumë se 1200 pjesëmarrësve diskutuam për rrëfimin e Kosovës përgjithësi dhe faktin që kemi qenë refugjat, që është luftu shumë për lirinë e Kosovës. Edhe njeriu kur e kujton atë kohë, natyrisht që rrëfimi i Kosovës është rrëfim suksesi. Po në anën tjetër, me të drejtë qytetarët tonë kërkojnë edhe shumë ma shumë, sepse tash e kemi një gjenerat të re që shqyr Zoti nuk e ka përjetu luftën, edhe ata kanë kërkesa tjera, kanë dinamik tjetër. Nuk pe kanë? Jo, domosdoshmërisht pikën e krahasimit e kanë vitin 99, po pikën e krahasimit e kanë një shtet zhvillum në Evropë, me të drejtë është ashtu, edhe na duhet me qenë ambicioz, jo me qenë të kënaqur nëse për një temë ja kalojmë shteteve të Ballkanit, nuk jam asnjëherë që vetëm Ballkanin, vetëm rajonin tonë me pas si pikë referencë ose krahasimi, po duhet me synu edhe ma shumë, se i kemi njerëzit që munden me bo, po e dëshmojnë trinjt tonë gati se në çdo fushë, prej shkencës e teknologjisë deri te fusha tjera të arsimit, muzika, arti, sporti e shumë çka tjetër.